Tre burra me kancer gjiri në fier dhe disa gra në moshë të re mjekja, mos prisni sinjalet e para, bëni ekografi. Tetori Roz ka mbushur spitalin e Fierit me gra që kryejnë kontrollet për kancerin e gjirit, ndërsa mjekja vëren me shqetësim se është ulur mosha e grave të prekura sëmundja, nuk kursen as burrat. Janë tashmë 3 raste të diagnostikuara së fundmi. Spitali Fierit po përballet këtë fillim tetori me fluks të grave dhe vajzave që bëjnë ekografi dhe mamografi. Mjekja onkologe vëren me shqetësim se mosha e të prekurve nga kanceri i gjirit po ulet nën 40 vjeç. Sëmundja prek edhe burrat, jo vetëm gratë. Kanceri i gjirit është më i shpesht te gratë 50-70 vjeç, por po vihet re rritja rasteve edhe te gratë nën 40 vjeç dhe në raste të rralla tek moshat më të vogla. Në një numër të vogël të rasteve edhe tek meshkujt aktualisht në qytetin ton janë diagnostikuar 2-3 pacient me kancer gjiri tek burrat, ndërkohë në spitalin e Fierit ofrohet edhe shërbimi i kemioterapisë, tha mjekja Anisa Mone, onkologe. Faktorët janë të shumë, ndërsa mjekja thekson se ka rritje të përgjithshme tek sëmundjet malinje. Ka të bëjë me shtimin e ekspozimit ndaj faktorëve kancerogjen, siç është jeta sedentare, mënyra e ushqyerit, përdorimi kontraceptiv dhe hormonal, por edhe me emancipimin e gruas, lindjet në moshë të mëdha, mos ushqyerjen e fëmijëve me gjë dhe faktor gjenetik. Vihet re gjithashtu një rritje numrit përgjithshëm të sëmundjeve malinje, jo vetëm me kancer të gjirit, shtoi ajo. Gjatë muajit tetor, Spitali Fierit ofron mamografi falas pa referim nga mjeku i familjes. Bëjmë thirrje në mënyrë të vazhdueshme për kontrolle të rregullta që të zbulohet që në ekzaminimet imazherike, në ekografi dhe në mamografi për të shfaqjes së shenjave kutane ku secila grua mund t'i dallojë edhe vetë ndryshimet në pasqyrë. Pastaj sa më shumë kontrolle të bëjmë, aq më e lartë është mundësia që ta zbulojmë në fazë të hershme dhe të shërohemi nga kjo sëmundje, mbyll mesazhin e saj mjekja.